një çast shumë i rëndësishëm për kuvendin e Shqipërisë, raportimi i kryetarit kontrollit lartë shtetit për punën e tij një vjeçare, si detyrimet që i lidhin gjithë institucionet shtetërore, fotografia mbrapa shpinës time, se sa seriozisht këtë gjë e merr qeveria shqiptare, besoj se flet vet. Flet vet sepse në çastet kur ky raport adreson çështje shumë të nxehta të menaxhimit parash publike, të menaxhimit pronës publike, të mënyrës se si drejtohen institucionet kryesore të qeverisë shqiptare, mungesa e ministrave këtu fare qartë tregon që pavarësisht se çfarë thuhet në këtë raport, business as usual, ne do veprojmë ashtu siç dim të veprojmë dhe për fat keq, ashtu siç edhe kemi verifikuar në Komisionin e Ekonomisë, pak gjasa ka që programi punës i vendosur nga KLSH-ja të zbatohet me rigorozitet në vitin pasardhës. Gjithsesi, do desha këtu vërtet që të ndalem dhe në një fakt tjetër, ky raport nuk mund të lexohet dot i shkëputur edhe nga raporti tjetër i kontrollit lartë të shtetit, i cili flet për buxhetin faktik të vitit 2024 dhe ngre çështje shumë të nxehta, reale mbi menaxhimin e pronës publike dhe të paras publike. Mirë do t'ishte që me gjithë hallet që ka Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës t'ishte këtu. T'ishte këtu e dëgjonte gjetjet e kontrollit lartë shtetit, kur flet për një borxh rrethor të akumuluar midis 3 ndërmarrjeve publike që zotrojnë sistemin e energjisë, kesh, OST, OSHE, dhe gjithë ndërmarrjeve të usjellës kanalizimeve në 1.7 miliard euro. Është një shifër e jashtëzakonshme, ja çdo imagjinate. Është një shifër që vjen pasi qeveria për 10 vite ka mbajtur retorikën e reformës më suksesshme në sektorin e energjisë. Dhe rezultatet ja ku i kemi. 3 ndërmarrje që mbahen vetëm me financime publike. Me financime që vijnë nga taksa paguesit. Normalisht janë ndërmarrje që operojnë një treg të rregulluar. Normalisht kanë edhe entin rregullator që vendos shqyrje që këto ndërmarrje dalin me fitim, po këto nuk dalin me fitim. Dhe e dini pse? Se janë kthyer në stre të punësimeve mbi të gjitha, të punësimeve partijake. Dhe e kanë zbrasur nga profesionistët dhe marrin aty me kuçe me maç gjithçka që votat përfundojnë në xhepin e Partisë Socialiste. E kjo është një fatkeqësi e madhe. E njëjta gjë ndodh edhe me sektorin e usjellës kanalizimeve. E njëjta gjë ndodh me këtë gjë. Do desha këtu realisht të ngre dhe çështjen tjetër, përsëri nga njëjti raport, nga njëjti institucion. 1.5 miliard euro detyrime të parapambetura në drejtorinë e përgjithshme në sektorin e tatimeve. Dhe afërsisht 500 milionë euro në doganat. Janë 2 miliard euro që nuk i shkojnë taksa paguesve shqiptar. Pse nuk i shkojnë? 90% e borxhit akumuluar në dogan është më e vjetër se 5 vjet. Çka do të thotë që nuk janë bërë as përpjekjet mjaftueshme për ta mbledhur këtë borxh. E si mos ngrihet kjo çështje? E si mos vjet alarmi për financat publike? Aq më tepër që me sa duket, qeveria do të na sjellë tashmë si pjesë çuditërisht paketës fiskale edhe një projekt ligj për faljen e detyrimeve më të vjetra se 10 vjet. Shpresoj mos jetë e vërtet. Paketa fiskale është paketë fiskale. Nëse kemi parë ende. Ne kemi parë vetëm një rënë, anë premtimeve, ku fol këtu edhe në fillim të seancës se sa të mrekullueshme do jenë pensionet e pensionistëve shqiptar me një herë pas vitit të ri, por nuk u tha nga do vinë këto para dhe nuk jepet shpjegim se si ndodh që ndërmarrjet më të rëndësishme, institucionet më të rëndësishme akumulojnë borxhe stratosferike dhe askush nuk e vogël zjarr. Askush nuk kanë përgjegjësi. Drejtuesit e këtyre ndërmarrjeve nuk mbajnë përgjegjësi. Drejtuesit e usjellës kanalizimeve, ndërmarrjet e usjellës kanalizimeve nuk mbajnë përgjegjësi. Dim vetëm që një drejtor çuditërisht kishte emëruar në Tiranë 40 këshilltar, por kryeministri nuk e dinte, kryetari i bashkisë nuk e dinte dhe e zbuloi vetëm kur ra gjëma në Bashkinë e Tiranës. Dhe kjo është historia e vërtetë e institucioneve shqiptare. 5 koncesione përmenden në raportin vjetor kontrollit lartë shteteve. 5 koncesione të shëndetësisë. Përveç problematikës shumë të madhe
të rimbursimit të barnave më të shtrenjta që rimbursohen kur ka medikamente më të lira, të pagesave të bëra jashtë tavaneve buxhetore, të pagesave për procedurat pa kryera, 5 koncesionet e shëndetësisë. Dhe me drejt, zoti deputet parafolës e ngriti këtë çështje, duhet absolutisht futet dhe në rezolut, që nuk është futur, që të mbyllet një, le të themi, vëzhgimi plot, monitorimi plot i këtyre 5 kontratave koncesionare. Sepse qeveria shqiptare me nxitimin që ka për të koncesionuar çdo gjë dhe në çdo vend, patjetër që do të dojë të rikoncesionojë të japi klientëve të radhës. A jepet përsëri klientëve të radhës? A duhet ta bëj publiku këtë? A fitoj më shumë duke e mbajtur si një prerogativ sektorit publik, apo duhet t'ja kalojmë sektorit privat? Kjo është çështja që duhet përgjigjen, dhe kjo nuk nxjidhet as me qëndrimet tona, as me qëndrimet tuaja. Prandaj kemi arbitrin e paanshëm dhe profesional që quhet kontrolli i lartë i shtetit, i cili duhet vi këtu me këto të pesta, me analizë qartë, e ta udhëzoj, kjo bëhet dhe kjo nuk bëhet. Ajo që ngrita unë në komision, gjatë gjithë debatit, dhe gjeta mirë kuptimin që për fat keq pastaj nuk u transmetua edhe në projekt rezolut, ishte fakti i një kontrollit të imësishëm mbi të gjitha koncesionet në infrastrukturën rrugore. Çfarë dua të them unë me këtë? Ne kemi para publike që do derdhe në 35 vitet e ardhshme apo në 30 vitet e ardhshme, të cilat janë lum pafund. Vetëm veprat publike, duke filluar nga tuneli Llogaras, që sot i doli boja se çfarë profesion, apo shetë si punë publike, po nuk janë punë publike. Janë para që ne do t'i paguajmë në 30 vite. Dhe mbi të gjitha ne kemi nevojë, zoti kryetar, dhe gjej rastin t'ju dy, të dimë nëse duhet të vazhdoj kjo histori e turpshme e bërjes me PPP dhe koncesion e çdo lloj vepre që buxheti i shtetit nuk do t'i bëj. Na bie më lirë apo na bie më shtrenjtë si shqiptar? A duhet ta bëj qeveria këtë gjë apo duhet ta bëj privati? Sepse koncesione apo partneriteti publik-privat ka në thelb vetëm një arsyetim. E bëm privati se na bie më mirë dhe më lirë. Kemi përfitueshmëri dhe ekonomike, dhe financiare, dhe sociale. Por çfarë koncesioni është ai ku ndërtuesit marrin zero risk? Quhen koncesione PPP kot. Ato janë punë, prokurime publike të shtrira në kohë. Dhe borxhin publik që nuk matet as në statistikat e borxhit të Ministrisë Financës, kush e ha? E ha brezi i fëmijëve të mi, i fëmijëve të mi, dhe fëmijëve tuaj dhe niprit të mbesave tuaja. Dhe ky është problemi kryesor sot. Vlera e paras, vlera në këmbim të paras. Çfarë përfiton shoqëria shqiptare nga miliarda euro në koncesionet të tipi? Çfarë përfitoi shoqëria shqiptare nga 180-190 milionë euro tunelit Llogaras? Kursim kohe vetëm 20 minuta? Kjo qënka? Po e dini që gjithë bregu i jugut është pa infrastrukturë të ujit të pishëm, të energjisë elektrike, mbetjet digjen, turizmi është për faqe të zezë. Dhe një ekonomi dhe një njeri që bën llogari, kur e kanë shtëpinë vetë, di ku t'i shpenzoj. Unë kam 190 milionë euro, ku do t'i çoj? Ku do t'i çoj përpara? Të gjërat e domosdoshme apo të gjërat e luksit për të kursyer 20 minuta kom tunelin e Llogaras e për dalë tek vilat dhe te fshatrat turistik me një herë. Që ata që nisën në Tirana mos kenë kohë as të presin. E pra, kjo është logjika e të gjitha gjërave që kërkuam, por për fat keq nuk e morëm. Kërkuam gjithashtu edhe sipas gjetjeve të vet kontrollit të lartë shtetit, një auditim tematik të pastër për atë që është sot problemi. Ta mbaroj fjalin. Korporata e investimeve strategjike është rast unikal në botë që merr pronat më të mira, më të lakmueshme dhe i hedh në treg për ndërtime. Investimet strategjike nuk kanë këtë koncept. Investimet strategjike lehtësojnë investitorët kur ata vinë sektorët e vërtet ekonomik, jo në sektorët e betonizimit. Dhe me drejt KLSH-ja ka gjetur që kjo pronë nuk menaxhohet me transparencë. Nuk e dim kush i merr, si i merr, pse i merr dhe ku është përfitueshmëria e shtetit shqiptar në këtë gjë. Kemi kërkuar gjithashtu dhe hetim të plot në ndërmarrjet e sektorit të energjisë. Borxhi akumuluar 1.7 miliard euro është një peshë shumë e rëndë.
Por ne duhet dim ku shkojnë parat tona. Ne duhet dim pse erë nuk ul çmimin e energjisë. Megjithëse na raportohet çuditërisht që gjitha targetet e vendosura nga operatori i sistemit të energjisë janë respektuar dhe uljet janë humbur. Po atëherë nëse humbjet janë ulur, për çfarë arsye nuk ulet çmimi i energjisë elektrike? Për çfarë arsye? Pra gjitha këto gjëra bëjnë atë që ta vlerësojmë këtë raport, por mbi të gjitha të shohim me vështrim shumë kritik për mbajtjen e projektit rezolutës dhe detyrat që KLSH duhet të bëjë në vitin vijim. Faleminderit. Faleminderit zoti Bozdo. Fjalën e ka zoti Ermal Elezi, 8 minuta të përgatitet zonja Njorita Tabaku.